محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndershëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Ajo që është e transmetuar sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur afrohej muaji i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gëzohej dhe I përgëzonte sahabët. Ju merrte myshdë sahabëve, atakum Ramadan. Po ju vjen juve ose po na vjen neve Ramazani. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, o shkrua, u bë farz, o është bë obligim agjërimi për juve, sikur që ka qenë obligim edhe për popujt besimtar para juve, dhe nëse agjeroni keni me qenë të devotshëm. Në ajetin tjetër kur I përshkruan Allahu subhanahu wa taala besimtarët në fillimin e surës Al-Baqara, thot ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ata janë të udhëzuar në udhëzimin e Zotit të tyre dhe ata janë të shpëtuar. Në ajetin tjetër thot Allahu subhanahu wa taala qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtu ose kanë me shpëtuar në ditën e Kiametit ata të cilët janë besimtar. Kurse besimtar pa vepra nuk ka. Kushdo që pretendon se beson, por nuk ka vepra të Islamit e të imanit, ai nuk është besimtar, pretendimi I tij është I rreshëm. Prej veprave bazike për me qenë Islami I pranuar te Allahu subhanahu wa taala, nuk ka diskutim se është namazi. Por prej shtyllave të Islamit, në hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pyet Xhibrili akhbirni ala al-islam, më lajmëro mua, më trego mua se çka është Islami, veç të tjerave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë an tasum Ramadan, edhe me agjërua muajin e Ramazanit. Muaji I Ramazanit I ka 29 ose 30 ditë. Nuk ka mundësi me I pas 28, as nuk ka mundësi me I pas 31. Fa men shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush
është gjallë në këtë muaj dhe ka mundësi fizike, thotë Allahu subhanahu wa taala, në të agjeron. Dhe agjerimi është ibadet specifik, ibadet i veçantë. Në hadithin kudsi, në të cilin Allahu subhanahu wa taala ka fol, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë radhitjen e fjalëve, Allahu subhanahu wa taala thotë as-sawmu li wa ana ajzi'u bih. Agjerimi është për mua, thotë Allahu subhanahu wa taala, dhe unë shpërblej për te. Komentatorët e hadithit në shpjegimin e fjalës se Allahu subhanahu wa taala agjerimi është për mua dhe të gjitha ibadetet janë vetëm për Allahun, nga se në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thua jo Muhammed, edhe muslimanët në thojnë, namazi jone, agjerimi jone, haxhi jone, kurbanat që i bajme, jeta që jetojme dhe vdekja kur vdesim, lillahi rabbil alamin, janë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra krejt ibadetet janë për Allahun. Pse Allahu subhanahu wa taala ka zgjedh agjerimin me thonë as-sawmu li, agjerimi është për mua, kurse edhe namazi është për Allahun, edhe haxhi është për Allahun, edhe zekati është për Allahun, edhe kurban kur bëjmë për Allahun. Komentatorët e hadithit i kanë dhënë dy komente, të dyja prej tyre të sakta. E para, Allahu subhanahu wa taala ka dashur me veçue agjerimin për ma tërheqë vërejtjen muslimanve për të gjitha ibadeteve, agjerimi me u tërheqë vërejtjen muslimanve për shkak se në agjerim ka përzierje të ibadeteve të shumta dhe ka një vështërsi të llojit të vet. Sikur thotë Allahu subhanahu wa taala duke shpjeguar për zbritjen e melekeve në natën e Kadrit, thotë Allahu subhanahu wa taala: "Tanazzalul malaika", atë natë zbresin meleket, o ruhu fiha, zbret edhe Gjibrili, po Gjibrili është meleke. Pse Allahu subhanahu wa taala ka veçuar Gjibrilin për gjithë melekve, veç me e respektu dhe me bo vlerën e madhe të Gjibrilit, melekut Gjibril të muslimanët. Se ka veçuar Allahu subhanahu wa taala agjerimin, me thonë se agjerimi është për mua për ibadeteve të tjera, kurse të gjitha ibadetet janë për Allahun, veç me au tërheq vërejtjen muslimanëve, shihni se kjo është një ibadet i veçantë. Kjo është një ibadet i rëndësishëm, vlerën e të cilit ose disa prej vlerave të cilit do t'i përmendim më vonë. Në komentin e dytë, dietarët kanë përmend pse Allahu subhanahu wa taala ka veçuar agjerimin dhe kanë marrë shembuj nga jeta e kësaj bote. Vetëm sa me kuptue, njerëzit kur kanë pasuri të ndryshme ose toka të ndryshme, por një prej tokave kanë më të mirë, thonë që kjo është ajo toka e jeme, ose një diçka që ka shumë të tjera, por një e ka më dashur të vetja vet, është më specifike, e ka një vlerë më të veçantë, thonë kjo është ajo të cilën e kam ose për fëmijët ose për ndonjë veçori të vetën fizike. Dhe për agjerimin e Allahu subhanahu wa taala ka thonë sawmu li, agjerimi është për mua, me tërheq vëmendjen e besimtarëve se agjerimi është një ibadet i veçantë. Prej veçorive të agjerimit është se agjerimin e vetën e tij është i padukshëm dhe nuk ka ndonjë ibadet tjetër që është i padukshëm sikur që është agjerimi. Nuk duket nga sytë tonë fizikisht. Për shembull, nëse dikush don me shqiptuar shahadetin, do të me lëviz buzë edhe me nxjerr zon, është kusht i parë prej kushteve të Islamit. Nëse dikush don më fal, do të më qumë me marr abdes e më drejtu ka kibla, me ranë sejdë në ruku, ne e shohim. Nëse dikush do me dhon zeqat, ka mja dhon dikuna, është e pamunshme mos mja dhon dikuj, dihet ai që jep. Nëse don me shku në haxh, e shohin njerëzit se filoni ka shkuar në haxh. Nëse don me prej kurban, shihet thirrja e kurbanit. Por kur kush në botë nuk e din realitetin se besimtari është agjerueshëm ose jo, përveç agjeruesi dhe Allahu subhanahu wa taala. Kur kush në botë nuk e din, nuk e shef ibadetin e tij. As-sawmu li, thotë Allah, agjerimi është për mua, do të thonë s'ka asnjë lloj dukje që don me bë dikush për me pa dikush, nuk ka asnjë lloj mendje madhësie,
nuk ka asnjë lloj vetpëlqimi, nuk ka asnjë kurgjë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Domethënë prej ibadeteve më të sinqerta për hir të Allahut subhanahu wa taala është agjërimi. Agjërimi në vetën e vet përfshin ibadetet shumëta. Nëse Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar prej neve me prish gjumin gjysën e natës për më quë me hangër syfër, kjo është ibadet, lloj ibadetit, përveç agjërimit. Zgjurja në syfër, prishja e gjumit, ndrimi i rregullave të jetës së përditshme në muajin e Ramazanit vetëm për hir të Allahut. Kjo është ibadet në vete. Ushqimi në minuta të saktuar është ibadet në vete. Në kohën e iftarit ne kem ushqimin në dorë, edhe kem pijen në dorë, ama nuk e pin kërkush derisa të vjen minuti, të vjen koha të cilën Allah subhanahu wa taala e bën të lejuar. Në realitet ushqimet janë halal, edhe pijet janë halal, por në Ramazan janë haram deri të vjen momenti i caktuar. Kjo është ibadet i veçantë. Ndalja, frenimi i vetes, mos me hangër atë që është halal, as mos me pija atë që është halal, derisa të vjen momenti, minuti, koha që e ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Kjo është ibadet në vete. Vet uria edhe etja janë ibadet në vete pastaj. Për hir të Allah subhanahu wa taala hiç mos me hangër. Për hir të Allahut mos me pi. Për hir të Allahut mos me fol. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e sakta ka tërheq vërejtjen që besimtari që është agjërueshëm jo me ofenduar dikon, po edhe nëse të ka ofenduar dikush, mos më ia kthy ofendimin, po më thon inni mron saim, unë jam që agjëroj, nuk muj me më kon nivelin tanë as me fjalë. Pastaj ka fundi agjërimit, Allah subhanahu wa taala kërkon besimtarët me nxjerr sadakatul fitrin, me dhon vitra për gabimet të mundshme eventuale që kemi bë, me dhon pasuni. Dhonja është ibadet në veti. Gjumi ibadet në veti, prishja gjumit ibadet në veti, ushqimin kohë caktuar me ibadet në veti, uria ibadet i veçantë, etja ibadet i veçantë, nxjerrja e sadakas, fitrave ibadet i veçantë, falja e namazit të taravive ibadet i veçantë, leximi i Kuranit në këtë muaj që është më i kërkuar i veçantë, plot ibadete. Këto personi besimtari bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe përsëri janë pak. Në një hadith të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka disa melek ose ka një melek të cilin prej se ka krijuar Allahu subhanahu wa taala rrin sejdë. Rrin sejdë vetëm duke thonë subhana rabbiyal a'la. Shumë i madhruar jeti o Zot. Deri në ditën e Kiametit ka me qëndrua ky melek në sejdë. Kur të bëhet dita e Kiametit dhe trishtimi i madh, që ky melek ka me thonë subhanek, o Zot, shumë i madhruar jeti, ma abednak, haqqa ibadetik, nuk të kena adhurue qyshe meriton ti. Në të gjitha ibadetet të cilat i bëjmë në Ramazan, falëndrimi i takon Allahut dhe për të gjitha ka shpërblime, por ne sado që të bëjmë ibadete nuk mujmë me adhurua Allahu subhanahu wa taala ashtu qyshe meriton dhe sa i takon Allahu subhanahu wa taala, por ne kemi me dhonë vetëm atë që është në mundësinë tonë, kurse Allahu subhanahu wa taala shpërblen pa kufi për ata të cilët agjërojnë. Për qëllimeve të agjërimit ose muajt Ramazanit janë 3 në 1. Besimtari më marr me veten e vet. Me këshyr veten e vet, me rregullue veten e vet. Prej rregullimeve më të mëdha është njeriu me i vendos rregulla vetes. Prej problemeve, prej gjonave më të vështira është njeriu me i vendos rregulla vetes. Këte s'kam me bo, këte kam me bo, në këtë orë kam me shkua këtu, këtë orë kam me bo këte. Me i vendos edhe me i mojt pastaj, se me i shkru në letër është e letë, por me i vendos rregullat edhe me i mojt është prej çështjeve më të vështira në jetën e personit të besimtarit në veçanti. Muaji i Ramazanit është rasti i volitshëm, rasti më i mirë me vendos njeriu rregullin. Ushqimin ka me hangë këtë kohë.
Gjumin ka me bon këtë kohë, ibadetin ka me bon këtë kohë, sadaka ka me bon këtë kohë, të gjitha veprimet, namazin e taravive ka me falë në këtë kohë, leximin e Kur'anit ka me bon këtë kohë, të gjitha shkojnë me rregulla. Dhe kanë përmend dietarët që është mirë gjithsecili besimtar në fillim të Ramazanit me bën një listë të veprave të ibadeteve që ka me i bën. Dhe atë listë në ta ngarkon, nuk ka problem. Edhe nëse s'mundet me realizua në tërësi, e realizon një pjesë të saj. Ka thonë Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala pas mëshiru, besimtarit duhet me pas synime të larta, madje shumë të larta. Kush ka synime shumë të larta, nëse nuk e arrin kulmin e tyre, arrin diçka. Kurse ai që s'ka synime ose ka të ulta, ai s'arrin kurgjë. Bëni listën, bëni niyetet. Në këtë Ramazan ka me lexuar çka është Kur'an. Nuk ka me ik ndonjë namaz i taravive, nuk ka me ik një lexim i kësaj sure, nuk ka me ik kjo. Këtë sadaka tjera, rregullimi i vetes. Çështja e dytë, rregullimi i lidhjeve me Allah subhanahu wa taala, dhe rregullimi i lidhjeve me Allah është pendimi para se me hyrë në Ramazan, në mënyrë që dalmi për Ramazanit të pastër. Prej pendimeve ose veprave të pendimeve, kemi përmend agjërimi para se me hyrë në Ramazan, përgatitja, pendimi, kërkimi faljes te Allah subhanahu wa taala dhe nënshtrimi ulja e vetes tonë para madhërisë së Allah subhanahu wa taala. Dhe çështja e tretë e fundit, Ramazani është rast i shkëlqyshëm me i përmirësua raportet në mes familjes edhe në mes muslimanëve. Nëse dikush me neve ka probleme në familjen e vet, Zoti na rujt nuk fol me dikon ose ngatresa, ne të pajtohet me ta në fillim, për shkak se familjarët janë më të rëndësishme se sa të tjerët. Edhe nëse të tjerët janë besimtar, familjarët kanë përparësi ndaj besimtarëve, kur të jenë edhe këta besimtar. Rregulloni ose të rregullojmë mosmarrveshjet, mospajtimet brenda familjes. Pastaj të rregullojmë edhe nëse kemi, e me siguri se kemi, mosmarrveshjet edhe me besimtarët e tjerë. Rregullimi nuk bëhet nëse gjithsecili prej tyre e kërkon drejtën e vet pikë për pikë. Rregullimi bëhet duke lëshu pe dikush, duke fal dikush. Ndoshta për një me të ka bërë zullum, të ka hien hak, s'ka pas drejt. Mirë po, falja, thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, nëse falni kjo është më afër devotshmërisë. E lutim Allah subhanahu wa taala që na mundsoj të arrijmë Ramazanin, të agjërojmë dhe të bëjmë ibadetet të tjera të përcaktuara në librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allah subhanahu wa taala që të him e dalmi për Ramazanit me gjunat falura e me pozitat të ngritura te Allah subhanahu wa taala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Prej aktiviteteve të cilat mendojmë që kemi me i zhvillue këtu në mesxhet gjatë muajit Ramazanit, nuk ka diskutim se është falja e peskuve me imam të rregullt inshallah. Çështja e dytë është mësimi i Kur'anit mas namazit të drekës edhe mas namazit të ikindijës. Kushdo që i përshtatet, edhe ata që janë të rritur e që nuk din shkronja, mësu shkronjat, ata që din me bëhe forcim të leximit të hifzit, gjithçka që ka të bëjë me Kur'an, ditën e parë të Ramazanit të tanena, mas namazit të drekës edhe mas namazit të ikindis. Gjithashtu ka më falë edhe namazit të ravive, normal sipas sunetit, me 8 rekate të transmetuara në Sahihun e Imam Buhariut. Ato të me lexim mesatar dhe do të falen 1 orë pas kohës së zakonshme. Do thonë, nëse koha e zakonshme që hyn yatsia është ora 7, ne travia të falim ora 8. Dhe gjithmonë e japmi 1 orë hapësin për me pas mundësi ata që janë dikon musafirë ose ata që kanë dhe një angazhim më të madh në çështjet e iftarit me zonë namazin e taravive. Pra namazit taravive falet gjithmonë 1 orë pas
përcaktimit ose orës së përcaktuar në kalendar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.